kandidatët? Po, tani, pyetja nuk shtrohet duhet hapur një garë, se gara gjithmonë duhet hapur, kjo nuk është pa diskutim që unë bi dakord që gara duhet hapur. Megjithatë duhet shohim dhe kontekstin politik në cilët ndodhet Partia Demokratike. Jam plotësisht dakord që kandidatët të cilët duan të ishin pjesë garës për kryetar të Partisë Demokratike janë të ndinjuar, është shumë të drejtë dhe kjo nuk e shmang indinjatën e tyre dhe pa diskutim këtu nuk kam pse futëm këtë lloj debati, se ky është një debat që gjithë secili ka, për mua bot kuptimi im është që gara duhet ishte hapur totalisht, madje ka mundësi të vinte edhe nga rruga cili do. Kjo nuk është, por ne duhet shohim kontekstin ku ndodhet Partia Demokratike. Kjo gjë i krijon një vështirësi të jashtëzakonshme, sepse Partia Demokratike për shkak të skizmës që përjetoi gjatë këtyre viteve ka nevojë për një figurë qendrore unifikuese. Që asnjë nga kandidatët përballë Berishës nuk e bën këtë gjë. Për të jemi realist. Ndoshta tu nuk merrem janë se këto kriteret mund duken kot mjafton që ti je antari i Partisë Demokratike mbi 5 vite, të kesh dhënë kontribut në fushata caktuara, pastaj punon shtet, s'punon shtet, mua kjo më duket këtë kot nuk ka lidhje. Edhe unë kushdo mund punojë në shtet, mjafton mos jetë poste drejtuese. Por se je specialist, admin ku ti gjejmë specialist. Diku do punoj njeriu. Pa diskutim. Por nuk unë merrem me thelbin, me filozofinë që ka Partia Demokratike. Pra, Sali Berisha në këtë kusht që është, në këtë kohë që është, luan figurën unifikuese të Partisë Demokratike. Vetëm dje vin nga Mirdita. Isha në një fest fetare fest që bën dhe Europa Perëndimore Katolike. Më rastisim me shumë demokrat bejshist, në kuptimin të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për Partinë Demokratike në 30 vite. Dhe kanë një mentalitet, ndoshta kjo është e mirë apo është e keqe, unë nuk e di, por ata e shohin Berishën edhe në kushte që është Partia Demokratike që nuk po e prodhon rotacionin politik, nuk po sjell demokratët në pushtet, por po bëhet çdo ditë ndoshta në një farë mënyre jo ajo parti që do donin shqiptarë. Me pak fjalë po thua, edhe po t'ishin lejuar kandidatët në fjalë përballë Sali Berishës do ishte një garë. Për te këto janë vetëdijshëm, edhe këta janë të vetëdijshëm. Jo të vetëdijshëm jo, se Saliani thot unë fitoj përballë Berishës, edhe zonja Balliu apo Saliani njeh realitetin politik se si është. Edhe zonja Balliu e njeh shumë mirë realitetin politik. Kanë qenë për vitesh në Partinë Demokratike, njohin mjaft mirë, njohin dhe kush është PD-ja. Nuk, dakord, të kanë drejtën për të bërë retorikën e tyre dhe unë i mirë kuptoj në gjitha konvështrimet. Realiteti është që Partia Demokratike tek figura Sali Berishës shohin unifikimin e saj, sepse janë të traumatizuar për shkak skizmave që kanë përdorur gjatë këtyre viteve. Dhe skizmat në Partinë Demokratike kanë qenë shumë të mëdha. Janë të traumatizuar pikërisht edhe nga loja që bën mazhoranca socialiste duke mikluar dhe duke joshur. Por edhe nëse nuk ndodh kjo, pozicionimi për shkak mënyrës kapilare që ka kapur sistemin mediatik një nga pushtetet realisht që ekziston në vend, në flas metaforikisht, i nxjerr këto në llogore tjetër. Nuk i nxjerr në llogorën interes të demokratëve, por i nxjerr në llogorën interes në mënyrë vetvetiu, pra i shërbejnë majorancës. Pa qëllimin për të shërbyer. Pa qëllimin për të shërbyer, po sepse kur baza ose pjesa më e madhe e bazës unifikohet rreth figurës së njëjtit, pjesa tjetër tani që ndoshta mund të kenë dhe drejt në shumë akuza dhe gjëra që bëjnë, pozicionohen në mënyrë të paqëllimshme si material për tu përdorur nga makinacioni i mazhorancës socialiste. Dhe kjo e nxjerr situatën, do të thoya unë, jashtë boshtit kryesor të debatit që është. Dhe debati duhet shtrohet realisht dhe duhet të ishte a do kemi ne një forcë politike konstruktive, të plot, të bashkuar, drejt një betejë shumë të madhe siç është pushteti për pushtetin vendor. Sepse Sali Berishën e kanë pranuar gjithë si lider. Madje Saliani dhe Alesja e kanë pranuar, unë jo. Unë nuk e kam pranuar si lider. Një sekondë, që t'jemi pak qartë se më shumë përmenda dhe ta sqaroj unë pa diskutim që kam shumë pjesë e Partisë Demokratike, prandaj ja thash dhe në artiklit, jo keni ikur, jo s'keni ikur. Kontributi im, jo vetëm im, po dhe i familjes time është i madh në Partinë Demokratike. Unë pa diskutim që
e kam suportuar Sali Berishën tek foltorja, se unë nga të vërtetat e mia nuk shihem, dhe i besova, sepse premtoi bashkimin me demokratët, premtoi që do rrëzonte Ramën për 6 muaj, premtoi që do ishin figura të rinj, dhe figurë që ishin po individët më të rryer, që ishin Albana Vokshi dhe Flamur Noka. Premtoi që më të votuarit e primareve do ishin ato që do na përfaqësonin në parlament. Duke mos mbajtur asnjë premtim, aty unë i dola kundër Sali Berishës, që t'jemi pak koherent dhe të saktë, sepse edhe njerëzit na ndjekin dhe unë qëndrimet e mia. A është figura më unifikuese në PD sot Berisha? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Ai ka opinionin e tij, unë kam opinionin tim, nuk mund të jetë më një figurë unifikuese dikush i cili gjithë retorikën e tij e ka të ngritur tek mashtrimi, tek linçimi, tek shpifja. Nuk mund të jetë figurë përbashkuese dikush i cili nuk mbajti dot premtimet që dha në 2021-shin. Nuk mund të jetë një figurë përbashkuese dikush që propozoi Nenin Basha dhe nuk respekton dot ligjet e shtëpisë vet. Qofse një person nuk respekton rregullat në shtëpinë vet, si mund qeverisë Shqipërinë Ertil nesër? Zonja Balliu, a biem dakord që Sali Berisha sot është kandidati